atëherë thërrja e qurbanëve është një nga simbolet e rëndësishme të fesë. Madje Allahu i lartësuar e ka bë rit, ka bë ligj, rregull, thërrjen e qurbanëve për gjithë ummetet, në çdo legjislacion që Allahu i lartësuar u ka shpallur profetëve, Allahu i lartësuar ka caktuar ritin e prerjes së qurbanit. Thot Allahu i lartësuar: "Wa li kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimati al-an'am." Për çdo ummet, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, ne kemi caktuar ritin e thërrjes së qurbanit, në mënyrë që të përmendet emrin e Allahut subhanahu wa ta'ala për të thërrin kafshët behimetul an'am, devet, lopët dhe baktit e imta, të cilat ne u kemi dhënë. Mendimi më i saktë i dietarëve është që thërrja e qurbanit është detyrë. Sepse spari profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Kush ka mundësi dhe nuk thërr qurban, atëherë mos i afrohet vendit ku ne do të falem namazin e Baramit. Mirë po, ka diskutim nëse ky hadith është thënie e Abu Hurajras radhiyallahu anhu, mauquf, apo është një thënie e profetit sallallahu alaihi wasallam.